Ashtu siç shkoi të martën me avion qeveritar në Izrael në relacionin Banja Luka-Beograd-Tel Aviv, të premtën u kthye. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik, për të cilin mediat bosnjake thanë se besohet se ndodhet në kryeqytetin serb, po thotë se fare nuk i intereson çka po ndodh me një kërkesë që organet shtetërore të Sarajevës i bën Interpolit. Kësaj organizate i është kërkuar që për Dodikun dhe një zyrtar tjetër të lartë të RS-s të lëshohet flet arrest, pasi që ata nuk po dorëzohen. Kjo marr parasysh urdhërin qendror që prokuroria për arrestim e ka për Dodikun, kryeparlamentarin Nenad Stevandić e kryeministrin e entitetit Radovan Višković. Të gjithë po flasin ku jam e qysh jam. Ja ku jam, në Republikën Srpska. Po ndihem i lirë. Këtu do vazhdoj të jetoj e luftoj për Republika Srpskën, kurse ata në Sarajev mund të gënjejnë sa të duan. Ndërkohë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se kanë kërkuar nga Interpoli që të mos lëshojnë ndonjë flet rreshtim kërkues për mikun e tij Dodik dhe dy të tjerët. Ky madje parashikoi një siç tha situatë katastrofale nëse ndodh arrestimi sipas kërkesës së autoriteteve qendrore bosnjake i kryetarit të Republikës Srpskës.